Gjatë protestës së tyre, naftëtarët e Bankers akuzuan si bllokuese të pagave prej 5 muajsh kompaninë Global Energy Solution, nën kontraktore e kompanisë koncesionare Bankers. Emri i kësaj kompanie ka dalë në hetimet e SPAK, ku thuhet se nën maskën e kryerjes së studimeve, kërkimeve, nxjerrjes dhe eksportit të naftës, si dhe shitjes së makinerive dhe lëndëve të para, ka luajtur rolin e pastrimit dhe transferimit të miliardave që ka vjedhur kompania Bankers. Për gjatë hetimeve që ka kryer deri tani Byroja Kombëtare e Hetimit për aktivitetin e Bankers, janë zbuluar edhe 3 kompani të tjera të huaja të krijuara në Shqipëri, si nën kontraktore fiktive dhe bashkëpunëtore aktive në krimet ekonomiko-financiare të Bankers. Këto kompani janë krijuar në Tiranë nga 2 shtetas nga Kazakistani, Dauren Zhumabayev dhe Ramil Kimurov, me kërkesë dhe garanci nga kinezët e Bankers, si nën kontraktor për konsulenca, kërkime, shpime, nxjerrje nafte dhe transport e eksport. 4 kompani dhe 2 pronar nga Kazakistani. Më 6 prill 2021, shtetasi nga Kazakistani Dauren Zhumabayev, në atë kohë 32 vjeç, krijoi kompaninë Alp Talent Solution SHPK në Tiranë, me objekt trajnime, hulumtime, transport dhe zgjidhje teknike e tregtare, me kapital 10.000 lekë. Më 2 gusht 2021, ky shtetas, Dauren Zhumabayev, krijoi kompaninë Global Energy Solution në Tiranë, me objekt shpime, përpunim, ndërtim dhe shërbime inxhinierike, furnizime makineri, studime gjeologjike dhe rezervuar nafte, me kapital 10 milion lekë. Më 14 qershor 2021, shtetasi nga Kazakistani Ramil Kimurov, në atë kohë 26 vjeç, krijoi kompaninë Black Gold Investment Company Limited në Tiranë, me objekt tregti ndërkombëtare të naftës dhe shërbimeve në sektorin e naftës, me kapital 1 milion lekë. Më 2 gusht 2021, ky shtetas, Ramil Kimurov, krijoi kompaninë Petro Solution në Tiranë, me objekt analiza gjeologjike, vlerësim të rezervuarve të naftës, teknologji të pasurimit të prodhimit, shpime dhe ofrim transporti me kapital 10.6 milion lekë. 2 pronarët kazak janë nga i njëjti qytet në Kazakistan. 4 kompanit kanë të njëjtin objekt aktiviteti, janë krijuar në vitin 2021. 2 prej tyre janë krijuar në të njëjtën datë, ndërsa 3 prej tyre kanë të njëjtën adresë në Tiranë, si dhe të njëjtën adresë emaili dhe numër telefoni, fakte që tregojnë se veprojnë si një grup i vetëm. 4 kompanitë e 2 shtetasve kazak prej 4 vitesh në Shqipëri nuk kanë deklaruar veprime financiare, as bilance vjetore dhe janë toleruar nga atatimet, megjithëse kanë kryer aktivitet biznesi dhe faturime me vlerë afro 3.5 miliard euro si nën kontraktor të biznesit të Bankers. Sipas informacionit që disponon pamfleti, BKH ka zbuluar rolin lavatriçe të 4 kompanive kazake të deklaruara si nën kontraktore, por që në fakt kanë shërbyer si maske evazionit fiskal dhe pastrimit të parave të kryer nga Bankers, pas mbledhjes së të dhënave nga bankat dhe Agjencia e Inteligjencës Financiare. SPAK pritet të dërgojë letër porosi në Kazakistan për informacion lidhur me transferimet e vlerave monetare që kanë kryer 4 kompanitë e 2 shtetasve kazak si nën kontraktor të Bankers.